Për të vdek nuk është kusht që është në luftë. Për të vdek nuk është kusht smuesh. Për të vdek kusht është të vijë Azraili ta marrë shpirtin. Kjo është. Mbaron minuta, sekondat edhe shkon. Kjo vlen për krejt ato që kanë frikë shumë nga vdekja, edhe pse ne krejt kemi frikë. Pse? Është një udhtim i parë, i panjohur, është një tunel komplet i zi. Prandaj unë kam siguar edhe çështjen e Azrailit. Nëse prej sot nuk do të kesh frikë nga vdekja, edhe do kesh pak apo jo ashtu, të shpjegoj një gjë. Fjala Azrail, se Azraili është meleku i shpirtit, ashtu. I thon melekul maut, se nuk i merr vetëm Azraili i shpirtit, ai merr bashkë me disa melek tjerë. Por Allahu Azrailin e ka quajt Azrail sepse fjala Azrail rrjet nga 3 shkronja, Azere. Azere do me thonë për krahës, që të përkrah edhe që të merë për dore, si ai baba që e merë fëmin 3 vjeçar, 2 vjeçar, 4 vjeçar për dore. Edhe Azraili nuk duhet ta kuptojmë si meleku që na shtrëngon për fytje, ta merr shpirtin. Astagfirullah. Në Kur'an për muslimanët ka tjetër marrje shpirti. Selamun aleikum tibtum. Kështu merret shpirti muslimanit. Me selam. Selamun aleikum tibtum. Urime. Hajde se do të qojmë një vetë që asnjëherë se ke paramenduar se ku do të qoj. Ku do të qoj? Ke Zoti be. A mund të jesh keq ke Zoti? Ministri mund të jesh keq, polici mund të jesh keq. Në mal mund të jesh keq prej ujgjve, prej arushave kështu më radhë. Ama ke Zoti të shkojsh dhe ti jesh keq. E Allahu, shqiptari sa interesant. Pse nuk ja vu emrin Israfilit ose Mikailit Azrail? Por meleku të shpirtit ja vu Azrail. Pse? Ai është për krahas. Ai të merr për dorë prej momentin që dahet shpirti nga trupi. Pse duhet të marrë për dorë ai? Sepse ti a ditë që vdes e bën udhëtimin e parë të jetës tënde që s'e ke bën asnjëherë. Do shkosh mal natën e parë do frikësh ashtu. Se din udhën. Natën e ditë pak, natën e tretë hiç, pleqët tonë kanë ujë, misër, kallamoç, gjithë natën. Gjem tonë, ndiqon se një qush, kliqe, një maca, stakfirullah. A burra dhe bëjsh bektini që i frikët për maca. Këtu të mbrojnë atë dheu. O miu! 5 cm. E kështu më radhë. Ka frikë për ka pule do më haja, pule më dhe haja ka të kompletë. A këto burra do i bëjmë. Edhe ti shkon 2-3 herë mal, e mëson atë rrugën, ashtu. Se, është e njohur për ty. Ama rrugë e vdekjes është e pa njohur. Kjo është arsyeja më kryesore pse kemi frikë nga vdekja. Pse? Se bën një udhë të panjohur. E prandaj Allahu e bën një melek me emrin Azrail për krahas që të marrë të njoftojë me rrugëtimin e parë të jetës tonë. Të çojë ke Zoti. Psikologët